Ky 11 prill shënon në çeljen zyrtare të fushatës elektorale për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 11 maj. Në sheshin Tereza, në orën 19 të ditës së sotme, Partia Demokratike do të jetë e para që do të zbresë në fushë. Socialistët e kanë konceptuar në një tjetër mënyrë nisjen e fushatës. Gratë janë ato që do të marrin vëmendje në një takim, i cili do të mbahet në orën 17:00 brenda Teatrit të Operës dhe Baletit, duke komunikuar kështu në lidhje direkte me 12 qarqet e Shqipërisë, ku secili drejtues politik do të prezantojë kandidatët e respektive në garë. Takimi do të drejtohet nga kryesocialisti Edi Rama. Partia Socialiste ka njoftuar se takimi zyrtar për të ndezur motorët e garës do të realizojë të shtunën më datë 12 në sheshin Skënderbej në orën 12 në simbolik të 12 tyjeve të flamurit të BE-s si pjesë e integrimit në Union dhe me një lidhje direkte në 12 qarqet e Shqipërisë. Vizion Plus mëson se slogani i Partisë Socialiste për parlamentarët e 11 majit është Shqipëria 2030 në BE, vetëm me Edin dhe PS. Pa humbur asnjë ditë kohë, kryetari i Partisë Demokratike do të mbledhë sonte në shesh figurat kryesore, aleatët dhe simpatizantët. Pjesë e mitingut hapës të fushatës do të jetë edhe strategu amerikan Chris LaCivita, i cili mësohet se do të mbajë edhe fjalën përshëndetëse në krah të kryedemokratit Berisha. Ndërsa mesazhi i tij për fushatën ka nisur me një postim në platformën X, teksa ka postuar një video me pyetjen: kush është Bufi dhe kush është Miu? Në një postim në Facebook, kryekomisioneri shtetëror Ilirian Celibashi ka bërë një thirrje të drejtë për kandidatët në garë. Fushat do të zhvillohet deri më datën 9 maj, ndërsa 10 maj, ashtu siç e parashikon kodi zgjedhor, do të jetë heshtje zgjedhore.